Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin tërësi takojmë vetëm Allah subhana, atë e los dhe ati përgjërohem që ta lavdëroj dhe ta begoj dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të përzgjedhur. Të nderuar vëllezër dhe motra. Njerëzit në këtë jetë dhe në jetën fetare në veçantë vijnë në lëvizje në bazë të thirrjeve. Jo rrallëherë, arsyeja e lëvizjes së tyre nuk është thjesht reflektimi i tyre apo vërejtimi i tyre, mirëpo është një thirrje që është drejtuar dhe të cilës ata janë përgjigjur. Dhe thirrjet janë nga më të ndryshmet. Thirrjet mund të jenë nga Kurani, mund të jenë nga Suneti, thirrjet mund të jenë nga shpirti që do thotë e ndjen robi një thirrje dhe rrëdhëmisht i përgjigjet për të vazhduar tutje. Mirëpo thirrja më e madhe, thirrja më e denjë, thirrja më madhështore është në varësi të madhështisë dhe pozitës së atij i cili është duke thirrur. Dhe ne nëse i referohemi Kuranit, gjejmë që Allah subhanahu wa taala na thret në vazhdimsi për t'ju lutur Allah te baraka taala. Dhe për të mos e parë lutjen thjesht vetëm si kërkesë, dhe thjesht vetëm si nevojë tonë që ne i përgjërohemi Allah subhanahu wa taala, mirë për ta parë lutjen edhe si mënyrë e përgjigjes që ne i përgjigjemi Zotit tonë i cili na ka thirrur që ta lusim atë, na ka thirrur që t'i përgjërohemi atij, sikur se thot Allah azza wa jall, më thirrni mua, unë do t'ju përgjigjem juve. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, me të vërtetë ata që bëhen mendimdhej dhe nuk më adhurojnë, do thotë nuk më adhurojnë nëpërmjet lutjes, nuk më përgjërohen, do të jenë të poshtruar, do të hinë të poshtruar, do thotë në zjarrin e xhenemit. Kështu që duaja dhe lutja është komunikimi më i këndshëm i njeriut me Zotin e vet. Është një formë e përgjigjes dhe një formë e komunikimit. Dhe njeriu kur pa marrë parasysh për çfarë bëhet fjalë, a bëhet fjalë për çështje të fesë së tij, a bëhet fjalë për çështje të shpirtërorës së tij, apo për çështje të shëndetit, apo çështje të jetës në përgjithësi, apo të mirave që ai synon e kështu me radhë, nëse ndihet shumë i rahatuar që të komunikoj me Zotin e vet dhe t'ia parashtroj lutjet, t'ia parashtroj kërkesat, padyshim që ka ardhur tek një pjesë më e këndshme e jetës, tek pjesa më e bukur e jetës, dhe rrëdhëmisht ka ardhur tek shija më domethënëse dhe më e qëndrueshme e jetës. Realisht, do thotë lutja është një prej kryetemave të fesë, mirëpo shpesh njerëzit pengohen nga kjo kryetem shkaku i mëkateve të tyre, shkaku i përlyrjes së tyre dhe shkaku i përgjumjes së tyre. Ndaj në rrugë drejt lutjes për Allahun subhanahu wa taala është më e rëndësishme që të kemi më shumë pendim për Allahut azza wa jall, të kemi më shumë pranim të fajeve tona dhe rrëdhëmisht të presim më shumë përgjigje për Allah subhanahu wa taala. Ndaj dikush prej parëve tonë ka thonë kësaj, thotë mos gjyko dhe mos mendo që lutja jote po të vënohet nëse në anën tjetër ti je duke e mbyllur rrugën me mëkatet e tua. Në fakt ti je duke penguar, do thotë, këtë komunikim, je duke penguar këtë mirësi. Ndaj është e rëndësishme që para lutjes dhe gjatë lutjes të ndjejmë fajet e tona, t'i ndjejmë si faje dhe t'i pranojmë ato, dhe t'i kërkojmë Allah subhanahu wa taala dhe rrëdhëmisht Allah subhanahu wa taala të na pranojë lutjet. E në këtë drejtim është edhe çështja e namazit, sikur se ka përmendur Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, që ka thënë çdo gjë, çdo çështje e ka frytin e vet, e ka rezultatin e vet. Dhe rezultati, fryti i namazit është pikërisht lutja. Ne falemi dhe i përkushtohemi Allah subhanahu wa taala me namaz, që ta kemi më të hapur derën e lutjes tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse parimisht Allahu i përgjigjet të gjithëve. Mirëpo Allahu nuk i përgjigjet të gjithëve njëjtë. Nuk i përgjigjet atyre të cilët e shpërfillin namazin njëjtë sikurse i përgjigjet atyre të cilët e falin me përkushtim. Ndaj është e rëndësishme që të reflektojmë pikërisht në këtë çështje, që të hapim rrugën e lutjes dhe të pranimit të lutjes nëpërmjet pendimit dhe përkushtimit tonë në çështjen e namazit. Saktësisht, lutja është ngjarje e lumturisë, është ngjarje e përmbushjes, është ngjarje e rahatisë që do thotë robi e ka një shans të komunikimit me Zotin e vet, po edhe të përsosërisë së gjendjes së vet nëpërmjet begatimet që ja bën Allah subhanahu wa taala. Ndaj dikush prej të parëve tonë e kishte thënë një fjalë shumë bukur që besoj është filozofia që e plotson atë që kemi trajtuar më herët pikërisht në çështjen e duas. Thotë të është dhënë shumë begati në një çështje, të është dhënë shumë hajër në një rast, të është dhënë shumë mirësi në një arritje, nëse ajo arritje ka ardhur si rrjedhim i lutjes.
të është dhënë shumë begati, nëse të është dhënë të e ke arrit një diçka, mirë po ka ardhur pasi që je lutur shumë për të. Saktësisht ti ndoshta do të arrish një gjë, ndoshta do të arrish sikur gjithë të tjerët, mirë po gjithë të tjerët do ta kenë një formë të gëzimit të asaj të mire, kurse ti që e ke arritur duke i marrë shkaqet, mirë po duke e lutur Allahun subhanahu wa taala, do ta kesh një mundësi për ta gëzuar ndryshe. Saktësisht kjo është ndoshta ngjarja e gjithë secilit i cili ka një kapitull në jetën e tij se si Allahu ju ka përgjigjur në lutjet e tij, dhe pjesët më të bukura, më të këndshme dhe më domethënëse të jetës së tij janë ato pjesë në të cilat ka korrur sukses, ja ka dalë, ka arritur diçka, mirë po e ka arritur duke e turkitur derën Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dikush prej dietarëve kishte thënë kësaj. Kishte thënë, ndonjëherë kam një kërkesë, kam një nevojë dhe unë i lutem Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj duke u lutur dhe duke e pritur përgjigjen, fillon thot një çast i përjetimit. Thot më hapen dyert e ëmbëlsisë së komunikimit me Allahun subhanahu wa taala dhe njohjes së tij dhe kënaqësisë së bindjes dhe bisedës me të, thot deri në atë pikë sa që thot më shkon mendja që le të mos realizohet shpejt kjo kërkesë. Le të mos realizohet shpejt kjo kërkesë që po e bëj, nga frika se zemra ime po u realizua, kjo kërkesë pastaj do të ndalet së luturi dhe do të ndalet rrëdhimisht edhe kjo kënaqësi dhe kjo ndjenjë e bukur. Sepse shpirti gjithmonë kërkon vetëm interesin e vet dhe kur nevoja e tij plotësohet ai largohet. Imagjinoni çfarë do të thënë është kjo për ta kuptuar që nëse në përditshmërinë tonë e kemi lutjen, kemi momente që vetmohemi dhe lutemi. Kemi momente nëse të përqendrohemi fuqishëm dhe i përgjërojmë Allahu subhanahu wa taala, qoftë në sejdët tona, qoftë pas namazit, qoftë në thellësitë e natës e kështu me radhë. Pa marrë parasysh për çfarë bëhet fjalë për kërkesat tona, pa marrë parasysh për çfarë nevojash jemi përgjëruar e kështu me radhë, vetëm për ta menduar kënaqësinë e përgjërimit përpara Allahut dhe bisedës me të dhe komunikimit me të, do të mjaftonte për ta shijuar. E imagjinoj nëse kjo shkon gjatë derisa Allah subhanahu wa taala të hapë edhe dyrë të tjera të përjetimit, të cilat u hap vetëm rrobëve të tij të veçantë. Ndaj duke u lutur në vazhdimsi, ne zhytemi në këtë botë dhe e njohim më mirë edhe rrjedhimisht e shijojmë edhe më shumë. Saktësisht njerëzit u duket lutja jo aq thelbësore për arsye të mospërjetimit të lutjes. Kjo zakonisht vjen për shkak të rrallësisë së saj. Njerëzit që luten me rrallë ose vetëm kur ju bëhet diçka mbi kokë luten, ata kanë një çetër çështje mbi lutje, ndërkësh njerëzit të cilët jeta e tyre është lutje, pa marrë parasysh çfarë gjendje janë, luten, madje edhe në çështjet që ndoshta të mirat i kanë në duart e tyre, vetëm më i gëzojnë, edhe për to ata sërish i përgjërojnë Allahut për t'u ruajtur të mirat e kështu me radhë. Këta njerëz kanë një çetër çështje ndaj lutjes dhe një përjetim tjetër. Dhe rrjedhimisht ata këtë shem, këtë përjetim, këtë perceptim, ky u bën pastaj që ata të kenë një rrugtim tjetër me lutjen. Po i marr disa shembuj. Fjala bie për shembull 3 shembuj. Shembulli i parë, duke u lutur shumë, nëse fjala bie lutur shumë me lutjet kuranore, dhe mediton mbi lutjet kuranore, mediton mbi ato shembuj në Kur'an që i kemi ku Allahu na ka mësuar se si të lutemi ose se si janë lutur profetët ose se si janë lutur njerëzit e mirë e kështu me radhë. Vëmë re për shembull fjala bie që në Kur'an në të shumtën e rasteve kur bëhet fjalë për kërkesa, kur bëhet fjalë për do thotë për lutjet të cilat Allahu i çe përgjigjur robëve të tij, e gjejmë që zakonisht ata janë lutur duke e thirrur Zotin e Madh me emrat që kanë të bëjnë me hynishmërinë e tij. Do thotë kanë të bëjnë me emrat që përshkruajnë do thotë realitetin e tij hinor. Për shembull, zakonisht lutjet që Allahu i përmend në Kur'an, e të cilave është përgjigjur, fillojnë me o Zoti ynë. Fillojnë me o Zoti ynë dhe këtë e ka vënë fjala bie për shembull Sheikhul Islam Ibn Taymija, ku thotë që zakonisht në Kur'an lutjet që janë për të bërë kërkesa fillojnë me o Zoti ynë. Ndërkësh lutjet që janë duke lavdruar Zotin janë me o Allah. Për shembull, kjo domethënie është shumë e rëndësishme për arsye se e kupton që ti kur ti përgjërohesh Allahut, edhe i lutesh Allahut, duhet ta ndjesh që ai është Zoti yt, duhet ta ndjesh që ai është kujdestari yt, duhet ta ndjesh që ai është furnizuesi yt, duhet ta ndjesh që ai është krijuesi yt. Saktësisht duke thirrur Allahun subhanahu wa taala me këtë emër, o Zoti im, o Zoti ynë, ti vetë domethënë e aktivizon ndjenjen e robnisë tënde edhe të absolutësisë së Allahu subhanahu wa taala. Do thotë e ndjen absolutësinë e Zotit tënd, e ndjen plot fuqishmërinë e Zotit tënd, edhe rrjedhimisht e ndjen pa fuqinë tënde dhe varfërinë tënde dhe nevojën tënde për këtë Zot të plotfuqishëm. Ose për shembull një shembull tjetër krahas kësaj. Edukohesh duke u lutur shumë, duke u zhytur në botën e lutjes, edukohesh që të mësohesh dhe që të lutesh me atë që është më e rëndësishme.
Shpesh ndoshta ne e kemi një kërkesë, një çështje të caktuar, edhe nuk i ndahemi një lutjes të caktuar, mirë po pastaj kuptojmë që ndoshta shumë lutje të rëndësishme na pas kishin ikur. Dhe rrëdhëmisht e shohim që kjo ka ndodhur si rrëdhim i vobektsisë dhe i modestisë sonë në botën e lutjeve. Të jesh më i thellë në botën e lutjes është arritje. Pra si fjala bie për shembull Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, e përmend që thot nga meditimet e mia të shumta, nga leximet e mia të shumta, thot kam ardhur në përfundim që lutja më e rëndësishme, lutja më e madhe që duhet bëhet është lutja për fetari. Ti lutesh Allahut që të jesh i devotshëm, ti lutesh Allahut që të ndihmoj Allahu për të qenë në një përkushtim që Allahu është i kënaqur me ty. Thot nga gjithë leximet, nga gjithë frajtimet kam marrë në këtë përfundim. Kjo nuk vjen vetëm në saj të një zhytje në lutje. Për arsye se kupton që shumë lutje të cilat ndoshta i ke bërë të mëdha, duke menduar se po arrit atë gjë është kulmi i diçkaje, pastaj ke kuptuar që realisht nuk pas kështë qenë atë që madhe e çështje, po pas kështë pasur shumë punë tjera të cilët pas këshin qenë shumë të mëdha, mirë po nuk kemi pasur të thotë vetdijet mjaftueshme për t'i radhitur ashtu sikurse duhet. Ose shembull i tretë, fjala bie për shembull lutjet për zemrën tënde. Njerëzit luten për shumë çka, luten madje edhe për shëndetin fizik, më shumë ndoshta se çfarë lloj tjetër, mirë po harrojnë të luten për zemrat e tyre. Ndërkaq neve nëse i referohemi Kuranit, nëse i referohemi teksteve fetare, e gjejmë se sa shumë e pranishme është lutja për zemrën. Lutja për pastërtinë e zemrës, lutja për shëndetin e zemrës. Fjala bie për shembull Allah subhanahu wa taala na tregon Kur'an që njerëzit e thelluar në dije për lutjeve të tyre kanë o Zoti ynë mos na i shmang zemrat nga rruga e drejtë. Mos na i shmang zemrat tona pasi që i ke udhëzuar në rrugën e drejtë. Mos i lë zemrat tona të lajthisin dhe të humbin. Për arsye se vjen një moment i caktuar, një dyshim i caktuar dhe ta ndryshon këtë qasjen. Një dyshim i caktuar ta ndryshon formën e të menduarit. Madje edhe mund ta lëkund besimin tënd. Ose për shembull Allah subhanahu wa taala përmend Kur'an për njerëzit e mirë në shembulltyrën e tyre në cilët ne jemi të urdhëruar të ecim, thot Allah subhanahu wa taala, dhe ata të cilët vinë pas tyre thonë, o Zoti ynë fal na neve dhe vëllezërit e tanë, të cilët kanë besuar para nesh. Do thot nuk i përfshin në lutje vetëm ata të cilët janë sot, mirë po ata që kanë shkuar para nesh, thot dhe mos lejo që zemrat e tona të kenë asnjë të keqe ndaj besimtarëve. Mos lejo që në zemrat e tona të ketë një të keqe, cila do e keqe, cila do urrëtie, cila do mëri ndaj besimtarëve. Për arsye se ndoshta nuk e sheh veten sikur me urrëtien tënde, me të keqen tënde, po i bën dëm vetvetes në hamendësimin tënd, mund të jetë sikur kjo urrëtie është për tjetrin, por realisht je duke bërë grupën vetvetes. Ndaj shënon Imam Hakimi, shëron vlerëson hadithin Sa'id ibn Abdullah ibn Amr, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për këtë çështjen e zemrës, edhe për çështjen e domosdoshmërisë së përkushtimit tonë në lutje, që Allahu t'i pasojë zemrat e tona, ka thënë kësaj. Besimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimi vjetrohet në brendësinë e juaj, ashtu sikurse vjetrohen në rrobat e juaja. Thot ndaj lutni Allahut që ta ripërtri besimin në zemrat e juaja. Lutni Allahut që ta ripërtri besimin në zemrat e juaja. Saktësisht ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon që lutja për të ripërtrirë besimin në zemër dhe lutja për zemrën është prioritet. Sepse zemra është prioritet. Zemra nuk është çështje periferike, zemra nuk është çështje do si do. Të kesh një zemër të pastër, të kesh një zemër të qeltër, të kesh një zemër e cila vërtet është lidhur me Allahun subhanahu wa taala dhe është pastruar nga smundjet e zemrës, do e mos do thotë është një prej objektivave që duhet synuar do thotë në këtë jetë. Ose për shembull e gjejmë se si prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është o Allah, na hjeshoj besimin në zemrat e tona. Na hjeshoj. Jo vetëm të kemi një disponim për fen, jo vetëm të kemi një dëshirë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Le ta kemi do thotë si peizazh të bukur, le ta shohim si bukuri. Do thotë besimin dhe përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala ta shohim si bukuri. O Allah, na hjeshoj besimin në zemrat e tona dhe na e bëj të urrëtur mosbesimin në zemrat e tona. Le të jetë mosbesimi diçka e urryer. Në moment që përmendet adhurimi dikujt tjetër krahas Allahut, ta ndjesh një neveri. Në moment që dikush i lutet dikujt tjetër krahas Allahut, ta ndjesh një neveri. Në moment që dikush therr kurban për dikë tjetër krahas Allahut, ta ndjesh një neveri. Dhe jo thjesht ta shohësh si një përcaktim i tij i kot, po ta shohësh edhe si diçka të neveritshme, se si njerëzit adhurimin që është e drejta më e madhe Allahu subhanahu wa taala ja kushtojnë dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Këto tre shembuj janë pikërisht për të ardhur tek ky përfundim që sapo do thotë besoj u qartësua që nuk mund të ngritesh në botë kuptim, nuk mund të ngritesh në qasje,
të bota e lutjes vetëm se pasi të zhytesh në të. Duhet jetë lutja e përditshme, të jetë lutja e pranishme, të kesh shumë kërshëri, të vrojtosh lutjet në Kur'an, të vrojtosh lutjet në Sunet, të vrojtosh lutjet e njerëzve të mirë, të meditosh situatën tënde, të nxjerrësh mësime nga jeta, pastaj të luti përgjërosh Allahut dhe të trokasosh derën e tij. Nëse në tërësi kësaj ne jetojmë me lutjen, pastaj lutja shkon duke u bërë edhe më e dashur për neve, duke u bërë edhe më e këndshme, po edhe bota e lutjes të bëhet me horizonte edhe më të gjera. Fillimisht është e rëndësishme që për ta kuptuar temën e shembulltyrës së lutjes, saktësisht për ta trajtuar dhe për ta shtjelluar këtë temë se si ishin shembulltyrat e tona në lutje, duhet ta kemi në konsiderat që Kurani na flet shumë për pjesën e lutjeve tek profetët. Saktësisht kemi shumë profetë të përmendur në Kur'an, mirë po shumë çka nuk dim për ta. Shumë çka nuk dim për ta. Sikundër që shumë pjesë që ndoshta ne mund të kishim kërshëri për të njohur jetën e profetëve, ndoshta nuk e dim. Mirë po dim shumë për lutjet e tyre. Dim shumë për lutjet e tyre, sepse lutja sado që për neve mund të jetë e qartë, sado që ne mund të jemi të motivuar për të bërë sa më shumë lutje, megjithatë kur ke shembulltyrë për të marrë modelin e tyre se si të lutesh, se si ti përgjërosh Allahut, kjo është edhe më madhështore, kjo është edhe më përmbajtësore. Ndaj për shembull, Allahu subhanahu wa taala kur na flet për lutjet e profetëve, kryesisht e spikat dhe e nxjerr në pa pjesën e robërisë të tyre përpara Allahut subhanahu wa taala, pjesën e përjetimit shpirtëror të tyre për Allahun subhanahu wa taala, dhe pjesën e skllavërisë që ata e shfaqnin në lutjet e tyre dhe se si nënshtroheshin Zotit fuqiplot. Padyshim që shembulltyra më e lartë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që realisht është varg ligjëratash për ta trajtuar dhe është e pamundshme në këtë moment dhe në këtë kohë të zgjerohemi në këtë çështje, sidomos nëse kemi në konsiderat që në jetëshkrimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një gamë e madhe, është një varg i madh i kapitujve që kanë të bëjnë me lutjet e tij. Sikur jeta e tij ka qenë sallallahu alaihi wasallam e tëra lutje. Do thotë ka gjithë ai numër i madh i lutjeve që e transmetojnë shokët e tij, e transmetojnë njerëzit që kanë parë në xhami, njerëzit që kanë jetuar me të anëtarët e familjes, po edhe lutjet të cilat u ka mësuar shokët e tij gjatë hutbeve dhe takimeve kështu me radhë, do thotë e gjen që lutja ka qenë, do thotë krye vepër, ka qenë jashtëzakonisht e pranishme në jetën e tij dhe jo vetëm kur ekziston një kërkesë. E kam thënë dhe përsëris nga ligjrat e kaluar që duhet ta heqim nga mendja këtë qasjen që lutem kur kam një kërkesë. Ti lutesh kur ke kërkesë dhe kur nuk ke kërkesë, sepse ti lutesh Allahut për të adhuruar atë, sepse lutja përbën adhurim, pa marrë parasysh nëse e keni kërkesë të kësaj bote. Saktësisht, çfarëdo lloj lutje që ne bëjmë, realisht jemi duke i kërkuar Allahut diçka. Mirë po, të mos e kemi fokusin vetëm tek kërkesa, po të kemi fokusin tek i adhuruari që është Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, nëse nalmi tek shembulltyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e gjem një pjesë që kisha pasur dëshirë të ishte pikërisht thelbi i kësaj ligjërate, është të shohim tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilat lutje ishin ato të cilat ai bënte më shpesh, për ta kuptuar domosdoshmërinë e fokusit tek këto lutje. Për shembull Abasi, xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse është transmetuar në një mori hadithësh, disa herë ka porositur Abasin që të lutet shumë për rahati. Dhe ne shpesh harrojmë të lutemi për rahatin tonë. Saktësisht ndoshta ne edhe e kërkojmë mos rahatin. Shpesh hym në çështje, në rende, ndoshta në qasje, në mendime, ndoshta hym në dëshira, në lakmi të cilat e prishin rahatin tonë të jetës. Ndërkëse që rahatia është kulmi i arritjes, rahatia është përmbushja më e mirë e jetës. Kështu që kur Abasin e porosit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të lutet shumë për rahatin, ne morëm porosinë që të lutesh për rahatin dhe nëse e ke rahatin të lutesh që Allahu ta ruajë rahatin dhe ta shtojë rahatin, është pikërisht do thotë projekt i madh. Ose për shembull, e shënojmë Buhariu me Muslimin nga Enesi, që thotë se shumë është lutur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë shpesh e kemi dëgjuar të dërgojnë Allahu sallallahu alajhi wasallam duke u lutur, o Allah, më jep të mira në këtë jetë, më jep të mira në jetën tjetër dhe më ruaj nga dënimi i zjarrit. Saktësisht janë pak fjalë, secili prej nesh ndoshta me të parën herë mund ta memorizoj këtë lutje, mirë po nëse analizon është e mira e dynjas dhe ahiretit, është gjithçka e mirë që mund ta mendosh, realisht është në këtë lutje. O Allah, më jep të mirën në këtë jetë.
të mira të pakufishme të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk është një lutje që ka përfizuar të mira në fetari, të mira në familje, të mira në jetë, në shëndet, në kamje, pa më parasysh për çfarë të mira mund të shkojë mendja, realisht e ke lënë të hapur, më jep të mira në këtë jetë dhe më jep të mira në jetën tjetër, që është xheneti i Allahut subhanahu wa taala, dhe më ruaj nga dënimi i zjarrit, dhe njeri i cili shpëton nga dënimi i zjarrit realisht e ka arritur suksesin më të madh. Ose për shembull një lutje tjetër që shënim Buhariu Muslimi nga Nesi, thotë shumë shpesh profeti sallallahu alaihi wasallam lutej duke thënë: O Allah, më ruaj nga mbrenga dhe nga mërzit. O Allah, më ruaj nga paaftësia dhe nga ndembelia. O Allah, më ruaj nga kooperacia dhe nga të qenët frikacak. Më ruaj, o Zoti im, thot, nga borxhet dhe nga mundimi i njerëzve. Imagjinoni këto lutje që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rregullisht. Nesi thot shpesh, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, lutej me këtë. Shpesh. Do thot, ne në përditshmëri çfarë na mundon? Ose mund të jetë një breng, ose mund të jetë një mërzi, mund të jetë një mërzi për diçka që na ka ikur, mund të jetë një breng për sot mund të akoma nuk e kemi zgjidhur, mund të jetë një situatë ku bëhemi të paaft dhe sikur nuk e dim se si të realizojmë, se si dalim faqebardh, ose kalojmë në dembeli dhe rrëdhëmisht nuk ja dalim dot projekteve të jetës tonë, ose nuk ja dalim dot synimeve tona, ose obligimeve tona, ose për shembull jemi koprac dhe rrëdhëmisht nuk shpenzojmë për të fituar zemrat e njerëzve, nuk shpenzojmë për të fituar admirimin e njerëzve përreth nesh, ose kemi frikë dhe rrëdhëmisht nuk bëjmë shumë punë të cilat ato do të na bënin njerëz më me vlerë, ato do të na bënin njerëz më me autoritet, ato do të na bënin njerëz më me domethënie rrethin ton, ose mbulohemi nga borxhet dhe mundohemi, ose do të thotë na mbulojnë llafet e këqijat njerëzve dhe na mundojnë ato. Krejt këto që mund t'i mendosh si shqetësime të ditës dhe të natës, janë krejtësisht me një lutje. O Allah, më ruaj nga brenga dhe nga mërzit, nga paaftësia dhe dëmbelia, nga kooperacia dhe nga të qenët frikacak, nga borxhet dhe nga mundimi i njerëzve. Ose një lutje tjetër që ka bërë shpesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se shënon Imam Buhariu Muslimi nga Aisha, thotë shpesh profeti sallallahu alajhi wasallam i lutej Zotit vetë dhe i thoshte: "I patmeta je ti o Zot, ty të takon falëndrimi, më fal gabimet e mia." Imagjinoni, më fal gabimet e mia, thot një profet i cili ka qenë i mbrojtur dhe i ruajtur, do thot nga gabimet, dhe jo vetëm kaq, ka qenë edhe i falur. Por megjithatë, kësaj e ka ndje dhe ja ka shpreh, do thot, varfrin dhe gjendjen edhe pranimin e gjendjes përpara Zotit të vet. Dhe ky profet është padyshim shembulltyr. Padyshim që është shembulltyr. Do thot i falur dhe i garantuar, por megjithatë në një gjendje të tillë shpirtërore që i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala. Ose një lutje tjetër që e shënon Imam Tirmidhiu që Albani vlerëson se hadithi sahih për Enesit, si Allahu sallallahu alaihi wasallam shpesh lutej duke thënë: "O rrotulluesi i zemrave, përqendroje zemrën time në fen tënde. Bëje zemrën time që të jetë, domethënë, stabile në fen tënde." Këto 4-5 lutje sapo 5 lutje të përzgjedhura, pikërisht janë për të parë që nëse e ndjek shembulltyrën, nëse e ndjek të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, realisht nuk ke lutje kot, nuk ke lutje pa domethënie, nuk ke sforcim të një domethënie e cila nuk është bazike. Realisht këto lutje që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pikërisht janë për të na mësuar kësaj, do thotë, që të zhytemi në botën e lutjes me një qasje më sublime edhe më të kompletuar. Ndaj shembulltyra sunetit neve na tregon shumë çka. Për shembull, nëse i kthemi sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të parë shembulltyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në lutje, mësojmë gjersinë e shpirtit në lutje. Shumë njerëz janë kooperac në lutje, sikur nuk duan të luten për tjerët, ose ndoshta kur luten për të tjerët, sikur e ndjejnë që po u japin atyre të mira prej depove të tyre. Realisht kur lutesh nuk jep prej depos tënde, ti lutesh për tjetër, mirë po jep Allahu prej depove të tij. Ndaj duhet të jesh i gjerë, duhet të jesh zemërgjer në lutje. Për shembull, vjen dikush te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tregon se si një fis i quajtur Daus, pas kishin qenë shumë të padrejtë dhe të pabindur ndaj fesë, dhe se si ata nuk dëshironin të bindeshin Allahu subhanahu wa taala, e pastaj ai thotë që lutu kundër tyre. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutet që Allahu t'i përudh ata, Allahu t'i udhëzoj ata. Thotë: "O Zoti im, udhëzoj ata dhe mi sjell si musliman, mi sjell si besimtar." Dhe ashtu ndodh pastaj. Ashtu ndodh sepse Allahu subhanahu wa taala është edhe më bujar se sa ti që lutesh me një bujari. Ose për shembull vën Ebu Huraira radhiyallahu anhu dhe i tregon për kryenësinë e nënës së vet, se si nuk po i kthehet Allahu subhanahu wa taala, dhe pastaj do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutet për udhëzimin e nënës së Ebu Hurairas dhe ajo udhëzohet. E këtu e shfryzoj rastin pikërisht për ta analizuar që është shumë e rëndësishme që të mos mjaftohemi në davet, në thirrje, vetëm duke
duke u përkushtuar në artikulimin e mirë dhe në shpjegimin e mirë. Është shumë thelbësore që të koncentrohemi edhe në lutjet teksa i thrasim të tjerët, teksa i fton prindrit në fenë Allah subhanahu wa taala, teksa i fton anëtarët e familjes tënde kështu me radhë, të mos mjaftohesh vetëm me thirrjen, po t'ia shoqërosh edhe lutjen duke lutur Allah subhanahu wa taala që do të thotë të hap zemrën ty dhe atyre, saktësisht të hap ty për të lutur dhe atyre për të pranuar do të thotë thirrjen e davetit tonë. Ashtu jo vetëm kaq, edhe lutjet e tjera, mirë po koha nuk na premton, do thotë në sësën lutje, në sësën pjesë të sunetit, ne saktësisht domethënë mund të gjejmë udhëzime se si duhet të qasësh lutjes, se si duhet të jesh ti teksa i lutesh Allahu subhanahu wa taala. Nëse i referohemi për shembull profetëve të tjerë, për cilët na ka folur Kurani, edhe aty gjejmë shumë mësime se si të lutesh. Jo vetëm ta marrim lutjen si frazë, po edhe ta kuptojmë se si ti qasësh lutjes. Për shembull, nëse i kthemi edhe i referohemi lutjes së Ademit alayhis salam dhe Hawas, ku i thonë, ku ata pas gabimit të tyre thonë, o Allah, ne i bëm padrejsi vetës, e ti nëse nuk na fal neve, nuk na mëshiron, ne do të jemi të humbur. Allahu ja ka fal gabimin. Allahu ka pranuar pendimin. Mirë, po pse ka pranuar? Pikërisht le të analizojmë lutjen. E kam pranuar fajin. Megjithëse ata kanë qenë në cytin e dikujt tjetër, megjithatë cytja ndikimi nga cytja ka qenë indikuar edhe nga joshja e egos dhe rrjedhimisht kanë përfunduar në bindje të gabuar. Dhe pastaj është dashur të pendohen, është dashur të përmirësohen. Mirë, po i kanë kërkuar falje Allah subhanahu wa taala duke pranuar fajin, duke pranuar gabimin. Dhe pastaj kjo të ngel si mësim i jetës, që sa herë që gabon në raport me Allah subhanahu wa taala, sa herë që e ke një faj në raport me Allah subhanahu wa taala, rruga më e sigurt e përmirësimit të atij faji është pranimi i fajit. Fillimisht e pranon fajin, fillimisht e pranon gjendjen, pastaj me lenin Allah subhanahu wa taala Allah të përgjigjet edhe të përmirëson. Ose për shembull nëse i referohemi lutjes së Ibrahimit alayhis salam, e gjejmë se si është lutur, thotë: "O Allah, më bëj ta fal namazin, bëj edhe pasardhë me ta fal namazin dhe pranoj lutjet e mia." Ibrahimi alayhis salam nëpërmjet kësaj lutje sigurisht na përçon një mesazh, cilat janë prioritetet e njerëzve shembulltyr. Prioriteti i Ibrahimit alayhis salam pas kërcyen namazi i tij. Jo vetëm të udhëzohesh dhe të ndryshosh në raport me namazin, thjesht ta kuptosh që kjo çështje e madhe për cilën duhet ta lutesh Allahun. Fjala nëse ligjratat e kaluara ose të tjera që keni dëgjuar kanë bërë një moment të reflektimit që duhet ta fillosh namazin dhe mendon që duhet të fillohet, mendon që duhet pendohesh që nuk e ke falur deri tani. Realisht duhet ta mendosh që çështja më e madhe që duhet ta bësh në këtë moment është i lutesh Allahut për të ndihmuar për ta bërë këtë kthim. Ti lutesh Allahut për të ndihmuar që ta bësh këtë ndryshim të madh. Dhe ky ndryshim i madh nuk bëhet nga vendosmëria jote. Nis me vendosmërinë tënde, mirë po bëhet me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne në çdo rekat i lutemi Allahut subhanahu wa taala në surën Fatiha që vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Do thotë ne nuk e adhurojmë Allahun ndryshe vetëm me ndihmën e tij. Ne nuk e falim namazin vetëm me ndihmën e tij. Ne nuk i përkushtohemi Allahut subhanahu wa taala vetëm me ndihmën e tij. Ndaj kur Ibrahim alayhis salam lutet kësaj, o Allah, më bëj ta fal namazin, bëj edhe pasardhë me ta fal namazin, pranoj lutjet, na tregon që prioriteti i njerëzve të mençur është pikërisht këto. Namazi i tij, namazi i fëmijëve të tij dhe namazi dhe lutjet e tij që janë të pranuara. Kjo që lutjet e tij të janë pranuara sikur e ka një domethënie që dera tek Allahu të jetë për herë e hapur, asnjëherë mos jetë mbyllur. Për herë dera e Allahut për ty të jetë e hapur që Allahu të t'i pranoj lutjet. Ose për shembull nëse i referohemi lutjes së Yunusit alayhis salam, që Allahu subhanahu wa taala tregon se si është lutur kur ka qenë në 3 errësirat, në errësirën e natës, të detit dhe të barkut të balenës, është lutur kësaj duke thënë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, o Zot që je i shenjtë dhe i patmeta, thotë o Zot, unë isha i padrejtë. Edhe në këtë rast, domethënë Yunusi alayhis salam ne e përcjell pikërisht këtë mësim. Këtë mësim që është shumë thelbësor, që nuk mund dalësh prej errësirës vetëm pasi të pranosh fajet, pasi që ta quash veten të padrejtë dhe rrëdhëmisht pastaj të mendosh se si ta përmirësosh lidhjen me Allahun subhanuhu teala. Ndaj, sigurisht se shënon Imam Tirmidhiu, Sheh Albani vlerëson hadithin sahih nga Sadi, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë për lutjen e Yunusit alayhis salam, kushdo që lutet me këto fjalë, kushdo që i drejtohet Allahut me këto fjalë, nuk ka të adhuruar të drejtë, të denj përveç teje, nuk ka të adhuruar me merit përveç teje, o Zot që je i shenjtë dhe i patmeta. Thot unë isha i padrejtë. Kushdo që lutet me këtë lutje, Allahu i përgjigjet. Dhe të kemi në konsiderat që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po e përmend që kushdo që lutet, Allahu i përgjigjet, ndërkohë këtu nuk kemi ndonjë lutje. Mirë po kemi një realitet që e ngërthen kjo fjalinë në vetvete. E ngërthen në vetvete fjalia shfërfaqen e besimit tonë, që ne besojmë që Zoti është i përkryer, Zoti është i denjë për të adhuruar, Zoti është i vetmi që meriton adhurimin tonë, Zoti është i shenjtë dhe i patmeta.
dhe kur ne ja shpalosim Allah subhanahu wa taala besimin ton, dhe pastaj e pranojmë varfrin ton, e pranojmë nevojën tonë, e pranojmë gjendjen tonë të dobët, e pranojmë relativitetin ton dhe e apohojmë Allahut absolutësinë e tij, ne vetë i kemi lutur duke i thënë Zotit, ti je madhështori dhe ti na i krym punët, ti je i madhi dhe i plotfuqishëm i cili na përgjigjesh në lutje. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush do të çepën këtë lutje, Allahu te barekuhu te ala i përgjigjet. Ne pa marr parasysh në sa errësira, Yunusi alayhis salam ka qenë në 3 errësira, po dikush mund të jetë edhe në errësira të tjera, sado që do thotë na mund të mendojmë, megjithatë situatat e njerëzve janë nga më ndryshmet, cila do gjendje, cila mund të jetë duke rënduar zemrën e robit, le ta ketë në konsiderat pikërisht këtë lutje të Yunusit alayhis salam. Sigurisht edhe profetët e tjerë, fjala bie për shembull nëse i referohemi profetëve të tjerë, sa shumë Kur'an Allah subhanahu wa taala na ka folur për disa profet, të cilët i ka begatuar me fëmijë në pleqëri, të cilët i ka begatuar me fëmijë teksa kanë qenë do thotë një moshë të shtyr, dhe këtu e kemi mësimin që në asnjë rast të mos e humbim shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Realisht ka pasur mundësi jashtë Kur'anit të jetë edhe të mos kishim ditur fjala bie që ata profet që kanë bërë prindër në moshë jo të zakonshme. Mirpo Allah subhanahu wa taala kur na tregon këtë, ne jap mësimin e jetës, nëse në pleqëri është e pamundur në ligjet e zakonshme që ai të bëhet prindër, të bëhet prind, Allah subhanahu wa taala është përgjigjur dhe rrëdhëmisht na ka dhënë mësimin që nuk ka çështje që është e paralizueshme nëse i përgjigjesh Allahu subhanahu wa taala. E njëjta nëse i referohemi si shembulltyra të parëve tonë të mirë. Të parët tonë të mirë realisht kanë pasur pikërisht atë frymëzimin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për qenë sa më të përkushtuar në lutje dhe biografitë e shumë prej të parëve tonë të mirë nga tabenët e kështu me radhë janë të stëmbushura se si janë përgjëruar Allahu subhanahu wa taala, mirë po është e pamundur në këtë kohë që të i përmbledhim, mirë po është e rëndësishme të nënvizohet diçka. Të nënvizohet që ata nuk kanë hequr dorë asnjëherë për lutjes. Madje përmendet për shembull për dikujt për të parëve tonë të mirë që thotë 20 vite jam lutur për një çështje. 20 vite jam lutur për një çështje, Allahu nuk më ka përgjigjur, më është vonuar përgjigja, mirë po thotë kur nuk kam hequr dorë. Ose një domethënie tjetër që e konsideroj shumë të rëndësishme, të parët tonë të mirë lutjen e kanë konsideruar dhuratë. Do thotë kur ti lutesh Allahut për dikë tjetër, kanë konsideruar që po i bën një dhuratë atij, sigurisht se që ka ndodhur për shembull tek dikush prej të parëve tonë të mirë që i kanë ardhur dikush për gosti dhe nuk ka pasur çfarë ti shërbej, nuk ka pasur asgjë për të shërbyer dhe pastaj i ka thënë nuk kam asgjë për të shërbyer, thjesht po lutem për ty, Allahu të ruajt nga agoni, Allahu ta lehtësoft agoninë e vdekjes. E kanë konsideruar tamam një mirëbërje, tamam një bamirësi, tamam një dhuratë, ose të parët tonë të mirë për shembull i çortonin njerëzit kur trokisnin dyert e njerëzve, ndërkohë që mund të trokisnin vetëm derën Allahu subhanahu wa taala, ose luteshin gjatë, sikur se përmendet për Amr ibn Abdullah ibn Zubairin, që ndodhte që zhytej në lutje dhe fillonte të lutej pas yatsis derisa ndoshta vinte agimi dhe dëgjonte ezanin e namazit të sabahut, ose të tjerë që qëndronin gjatë në sejdë duke lutur Allahu subhanahu wa taala, sikur që është përmendur për dikë prej të parëve tonë të mirë që thotë është lutur gjithë natën duke thënë o Zot, mëkatin janë bërë shumë, ndërkësh ti ai që fal, thotë gjithë natën kanë qëndruar në sejdë duke u përgjigjuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe është shumë thelbësore të ndryshojmë qasjen, ta përmirësojmë qasjen, ta reformojmë qasjen tonë në raport me lutjet dhe pastaj t'i përgjigjerojmë Allahu subhanahu wa taala me sa më shumë shpirt, me sa më shumë përjetim dhe të shtojmë bindje në përgjigjet e Allahut te barekuhu teala dhe ta shijojmë ambëlsinë e komunikimit dhe bisedës me Allahun subhanahu wa taala dhe të jetojmë me këtë ndjenjë që lutja të jetë diçka e cila çdo ditë më shumë e shijojmë, çdo ditë më shumë e kemi më të pranishëm në jetë dhe çdo ditë më shumë befasohemi me përgjigjet e Allahut subhanahu wa taala. Elos Allahu subhanahu wa taala që në këtë net të fundit të Ramazanit të pranoj lutjet e tona të mira, të na frymëzoj për lutjet më të mira dhe të na befasoj me shpërblimet e tij dhe përgjigjet e tij. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.